Mirëmbrëma dhe mirë se vini në sondazhin e radhës Zëri i Shqiptarëve këtu në ABZ News, si çdo të hënë në ora 22 tashmë që kemi lënë pas zgjedhjet e 9 nëntorit me rezultatet që tashmë ju i dini. Sigurisht ka ardhur koha për të bërë edhe një analizë e cila në fakt bëhet më konkrete jo thjesht duke u nisur nga rezultati i disa zgjedhjeve lokale, por nga një moment historik të cilin kaloi Partia Socialiste diçka më shumë se 10 ditë më parë. Në 31 tetor, në kulm të një jave shumë të vështirë për socialistët, mbylli syt lideri historik i saj, Fatos Nano. Në një moshë fare të re dhe pas një smundje të rëndë e cila ju përsërit dhe pas një temi vendosje në frymëmarrje të induktuar, lideri socialist pra u shua në një moshë relativisht të re. Por, shpreha e tij e bëre famshme dikur, unë jam Fatos Nano, pas më vjen historia, tregon që në fakt deri diku ajo u provua e vërtet. Fatos Nano bëri histori në skenën politike shqiptare. Për më tepër, rinovoi një parti e cila vinte pas 50 vitesh diktaturë të proletariatit. Një parti e cila u kthye shumë shpejt dhe u bë moderne dhe u bë e konkurrueshme për të rikthyer në pushtet shumë shpejt në vitin 1997. Nano ishte protagonist edhe në procesin e famshëm të katarsit, procesi i cili nisi në farë mënyrë pastrimin e saj nga aferat dhe praktikat korruptive. Sigurisht nuk e shëroi plotësisht atë. Nano nuk ishte një personazh perfekt, por ai ishte një person i cili modernizoi skenën politike shqiptare duke nisur teorikisht nga pjesa më e vështirë e saj, nga Partia Komuniste. Po cili ka qenë impakti i Fatos Nanos në të majtën shqiptare? Si e vlerësojnë atë njerëzit përtej Partisë Socialiste? Dhe a ka qenë Partia Socialiste më mirë apo më keq në kohën që e drejtoi ai, apo më mirë apo më keq në kohën që e drejton pasardhësi i tij Edi Rama? Këtu do të fokusohet sondazhi i sotëm realizuar nga sondazhisti ynë Eduard Zaloshe. Mbrëma Zaloshe. Mbrëma. Si jemi shoqëruar nga dy Rolandat, Roland Lami, mbrëma profesor, dhe Roland Bego, mbrëma Bego. Atëherë një opinion i shpejt nga të dy. Bego për Fatos Nano, pasi besoj ai ishte një figurë që pashtu respektoi. Megjithëse u luftua fort nga Partia Demokratike, spaku në 2 herë që ai u bë kryeministër, po duhet thënë që në fund fare ai arrinte gjithmonë të themi të gjeneronte respekt nga kundërshtarët e tij. Po, dhe pyetja është pse? Po, mendoj që Nano si ndodhi si Shirakut. Shiraku sa ishte në pushtet nuk ishte aq popullor sa që ishte pas i vdiq. Vrapornin të zgjedhurit lokal të Francës për të emëruar, për të vendosur emra shkollash, rrugësh, sheshesh e tjera me Shirakun, të majtë edhe të djathtë. Mendoj që kjo i ka ndodhur dhe Nanos dhe kjo është gjë shumë e mirë për një figurë politike, i cili mirë është të vlerësohet sa është gjallë, ose sa është në krye detyrës, por akoma mirë është të vlerësohet kur ka ikur nga detyra dhe për më tepër ka ikur dhe nga jeta. Dhe Nano ka bërë ciklet plota këtu, ku ka 20 vjet që është larguar nga detyra dhe flitet mirë për të përgjithsisht, ashtu si shtatë dhe në komentin tuaj fillestar, është një figurë që ka kontraste, natyrisht, si çdo figurë politike. Dhe nuk i fshihte ato, ishte një person i sinqert. Po, një figurë hedoniste është gjithmonë pozitive, se hedonizmi në vetvete nuk është konflikt. Hedonizmi është marrje kënaqësive nga jeta, domethënë në këtë aspekt, në të gjitha kuptimet e saj. Dhe Fatos Nano është, le të themi, figura publike më tipike në Shqipëri, që e përktheu dhe kjo reflektoi edhe në butësinë e tij, domethënë në politikë. Tani, çfarë duhet të them unë, si gjitha figurat politike që nga krijimi i shtetit të shqiptar në 1912 e deri sot, edhe Nano është figurë me kontraste. Tani, thash dhe në një koment që kam bërë para disa ditësh, varet si e shikon, gotë gjysmë plot, gjysmë bosh. Nëse do që të gjesh elemente negativ, se Nano ka plot tranzicioni shqiptar, politika shqiptare, e për më tepër karakteri ballkanik i politikës shqiptare, ta jep këtë mundësi të gjesh defekte pafund tek Nano. Ashtu siç nëse do ta shikosh gotën gjysmë plot, tek Nano i gjen. Po mendoj që gjen më shumë element pozitiv se sa negativ. Do vetëm po të jesh pastaj kulmi i cinikut, një cinik pafund, pa limite, që të fillosh ta diskretosh figurën e Nanos. Tani çfarë i njoh u për merit Nanos dhe çfarë ja njoh, le të themi, domethënë si dështim në fazën e tij politike. Dhe këtu unë mendoj që për të analizuar Nanon mund ta ndajmë Nanon si njeri dhe Nanon si politikan.
Tani, një politikan natyrisht duhet matet me objektivat që ka në qeverisje. A e ka realizuar pritshmëritë që ka pasur si premtime elektorale në mandatet e tij qeverisje? Jo tamam. Jo tamam. Jo tamam, po dhe me defektet më dha. Por ka bërë disa gjëra që nuk vjen re. Disa reformat të cilat nuk janë më re dhe nuk janë thënë nga mediat shqiptare. Janë shumë reformat të rëndësishme ato. Për herë të parë, u modernizuan bankat shqiptare. Ndërtoi, Shqipëria u bë me kushtetut. Vendosi politikën e dialogut dhe debatit. Nano me Berishën dolën në një debat publik që s'ka ndodhur më në historinë e politikës shqiptare. Dhe kjo është kulturë demokratike për më tepër në një vend post-komunist siç ishte Shqipëria. Pastaj është tjetër gjë cilësia e debatit, nuk mos i futemi këtë elementi. Por brenda Partisë Socialiste ai futi debatin, ju thatë që rinovoi Partinë Socialiste, po e rinovoi dhe ka rinovuar me votë. Ndryshe, do e thënë, kush hyri me votë, kush doli me votë nga politika. Ndryshe çka bërë pasardhësit e tij që ka vendosur vullnetin e tij personal në raport me votën. Dhe Partia Socialiste nga një parti që me nanon ishte më demokratike, partia e debatit, KPD-ja e famshme, domethënë unë dëgjova dhe ja 2 ditë më parë në YouTube dhe merr dhe më shumë vlera kur e dëgjon më larg. Debati fort. Debat shumë i fortë dhe s'ka ndodhur më. Dhe ishte i vërtet. Dhe jo vetëm që ishte vërtet, po thonë që jashtë në atë dhjetor të thotë vitit 2001 për shkak të replikave të forta brenda në pallatin e kongreseve, dora shkoi te Brezi. Por nuk doli kurrë. Pse? Sepse Nano arriti ta mbante debatin brenda normës politike. Po, brenda normës debatit politik. Por ajo që duhet të them është kjo, tani Nanon, pyetja që duhet bëjmë për Nanon është kjo, që Nano në fund, pasi e mbylli, ishte thjesht një njeri politik apo ishte një burr shteti? Kjo pastaj është këto janë preket 3 pika, apo Zaloshin që ne i kemi prekur në sondazhin ton. E që ndoshta do t'i prekim edhe më vonë. Do t'i prekim edhe më vonë. Dhe a ka një burr shteti në politikën shqiptare? Sigurisht ajo çështja e debatit është një çështje që ha debat, sepse debat po deri në çfarë pike. Pra duhet dish ta menaxhosh debatin. 3-4 gjëra pozitive për Nanon, le të them të paktën një gjë negative. Nano u largua nga qeveria e tij, u largua nga pushteti për shkak të korrupsionit masiv. Pra, i dobët në raport me korrupsionin edhe dyta por as i pari dhe as i vetmi, dhe kjo duhet të i lek në qeverisje. Ai ishte politikani i tranzicionit. Dhe nëse, politikani tipik i tranzicionit, dhe nëse bëjmë pyetjen tjetër, Shqipëria në vetvete, në 30 vjet, ku ka dhe Nano një pjesë të rëndësishme të saj, ai ka realizuar qëllimet e saj, pra a është atje ku duhet të ishte apo është më keq? Pra, u them që Nano është pjesë do e thënë, është politikan i tranzicionit shqiptar, por që dhe nëse Shqipëria është vënuar në qëllimi final të integrimit evropian, pa diskutim që ka përgjegjësinë e tij. Si te korrupsioni, si tek megjithatë dalim te çështja e korrupsionit që sigurisht e mosbërjes së shtetit shqiptar si duhet. Ne gjithë atëherë jemi, domethënë, u bashkuam me zotin Berisha në vitin 2005, ose u bashkuam me zotin Berisha, po u bashkuam pikërisht për këto probleme që shfaqi qeverisja e socialistëve, në fund fare e drejtuar nga Nano, po le të themi përpara drejtore nga Ilir Meta. Paradoksalisht ama, Lami, nga pikpamja historike, unë e thash në një dalje publike kur zoti Nano ndroi tu në ABC News. Paradoksalisht, sot që ne flasim, një nga vendimet më të drejta të Nanos quhet nga veprimet që ju kontestuat më shumë. E famshmja ndarja me atë që më pas do të quaj Lëvizja Socialiste për Peregrin, pra një fraksion zyrtar i partisë zyrtare. Historia tregon më që themi politikisht ajo pjesë e Partisë Socialiste që shkoi tek LSI-ja rezultoi s'po për slengu fare se pjesa më e korruptuar e skenës politike shqiptare, por që përfaqësoi më drejtësisht korrupsionin politik shqiptar. Qoftë për faktin që kërcente sa nga njëra palë te pala tjetër. Pra në anë një farë mënyrë ndërmerrte veprime jo temi populiste, sepse populizmi do ishte ta mbante LSI-n dhe të fitonte prapë zgjedhjen në vitin 2005. Që dim LSI-ja i prishis punë spaku 20 zona elektorale në zgjedhjet e vitit 2005, Partia Socialiste. Por ai merrte vendime të tilla, cilët nuk e bënin populist, siç ata bashkëshortja e tij Joana Nano, ai e urrente populizmin, por paradoksalisht kjo e bënte ato shumë popullor. Dhe këtë nuk po e them me që ai sot nuk jeton më. Por realisht ishte kështu. Ka një prirje përgjithshme që ne vërejmë në shtyp për të thënë fjalë të mira, për dikë që ndalë nga kjo edhe kjo është gjë shumë e mirë se është preket aspektit human, por këtu flasim për personin i cili ka qenë në pozicione shumë të larta drejtuese. Tani na lindë drejta dhe kurajo të themi drejtësia e dikujt që ka marrë këtë pozicion, që bas me përgjithësi ka dhe privilegjet. Kështu që zoti Nano, nëse do të analizojmë, ka disa aspekte pozitive që mund t'i themi shpejt e shpejt. Sigurisht ajo që e thatë ju reformoi
një subjekt politik I cili ishte gati në gërmall, duke bërë një parti moderne, dhe të pranueshme të konkurrente që erdhi në zgjedhjet edhe fitoi. Mos harro që Nano u bë për herë të parë kryeministër mbas 20 shkurtit, kur sigurisht, po. Dane Binaj dhe Kasioti Islami donin të çonin tanket shtypnin njerëz, kafkat e njerëzve. Po, elementi I dytë është elementi I mungesës akmarrjes, të bërë një burg pa drejtë dhe nuk u akmarr mbasi erdhin pushtet, që është një komponent fisnik që nuk e gjen tek çdo lider. Ja që duhet ja njohim si element modern. Toleranca që mungon. Elementi I tretë thyrje I tabue, që zgjodhi monogamin dhe jo lidhjet e shumë fishta që shumë politikanë I amballazhojnë dhe I fshejnë. Ai është tjetër revolucioni Po, që për hir të vërtetë me gjithë kostot përkatëse, për publiku e pëlqeu sinqeritetin. Që tha der këtu tha, me sa duket nuk e ka shfrytzuar për mirë dhe Rama këtë lloj sinqeriteti që nganjëherë është më mirë të qeni sinqert me publikun se sa të bëj sikur. Por sigurisht ka edhe elementet e tjerë që bërë një katharës brenda partisë dhe korruptoi qeverinë. U bëri dorëheqjen si kryetar partie në 2005 duke dorëzuar leadershipin e ri I Partisë Socialiste zoti Rama, po donte të imponohej si kandidaturë me pahir Partisë Socialiste për president. Megjithatë nuk jam mohon dot një gjë që ai iku realisht nga drejtimi I Partisë Socialiste. Po nuk është se nuk u kthye. Dikim kishte ai, po ai hiku realisht. Nuk është se nuk u kthye pas here. Nga dritarja, jo nga dera. Kishte Xhenevend do të bëjë president e Republikës. Nuk kishte Lulin, po nuk kishte Lulin kryetar. Patjetër. Diferencë shumë e madhe, se mund të bënte edhe si kukull, si ky tjetri. Patjetër. Dhe nuk është se ja po ta them unë, nuk është se nga drejtuesit e vjetër, nga senatorët e Partisë Socialiste, nuk do të përmend emrat, atij nuk ju ofrua kjo mundësi. Ati ofrua mundësia që ta zgjidhte ai pas universitetit, ai jo, unë do ikë tha. Sigurisht. Ky akt që njive dhe e vlerësojmë, por nuk është se nuk tentoi të futet në politikë. Kishte të tentoj të bëjë president e Republikës. Ishte shumë I ri në moshë. Fakti dhe ishte në moshën që në perëndim, shiko, ishte në moshën, ai doli nga politika. Jam 52 në perëndim filloi politika. Jam moshë, 52-53 vjet. Unë fakte po them, nuk po. Jo, ke drejtë, po debatojmë. Ai nuk tentoi të kthejmë po sot. Tentoi të impononte veten e tij për të zgjedhur president e Republikës. Zgjodhi zoti Berisha, I cili vendosi një kukull dhe e komandonte deri vonë atë. Dhe I shohim rezultatet e kësaj. Nuk e bëri. Nuk zgjodhi që të qëndrojë Partinë Socialiste, siç po qëndron Partinë Demokratike dhe zoti Berisha, që pavarësisht statutit thotë ndryshe. Edhe zoti Rama në 2009 që statuti thotë ndryshe. Patjetër. Por ama kur shkoput. Jo tamam si Neni Basha. Jo tamam si Neni Basha, patjetër. Që ta jemi të saktë. Sigurisht. Por ama thuhet, kur humb. Megjithatë, në 2007 nuk është se nuk tentoi të futet në politikë, jo nga dera. Por me dhunë, nëpërmjet imponimit. Do të bëjë president edhe duke flirtuar me Sali Berishën. Dhe fundit, nuk është se nuk kanë munguar raste që ka flirtuar me kundërshtarin për të bërë diversion brenda PS-s. Këto janë drithijet e këtij personazhi të cilët ne duam ta themi. Që të flirtonte me Ilir Medhën. Pra ai luajti me temi me ose më saktë Sali Berisha luajti me të dy bashkë, patjetër, sepse Fatostan në fund fare ishte I sinqert. Kërkonte dhe nuk është se nuk e kishte pa drejtë. Kërkonte të bëhej president e Republikës. Edhe kërkoi në një mënyrë soft. Dhe e kërkoi në mënyrë politike. Në mënyrë politike, soft, po jo e kërkoi në mënyrë politike. Ai ul bisedoi, nuk ai marrëveshje kam qenë unë pallat brigadave 11 janar 2007. Bëri një marrëveshje. Pra nuk e fsheu, nuk e bëri prapa kulisave. Sigurisht, sigurisht. Lëvizje politikisht. Megjithatë Zaloshnja besoj që Nano mbetet popullor. Para se të dëgjojmë zërin e shqiptarëve, do ja të zërin tim. Patjetër. Mund të flas me orë të tëra për Fatos Nanon, se kam pas rastin ta njoh që kur isha fëmijë. Por e ke pas shok lagje domethënë. Jo, po vinte aty ke lagja jon gjutë, nuk e di, shkurtë shumë, po kishte një dorë fantastike për gjutje të lira në basketboll. I habitshëm. Kjo shpjegov se pas ka zgjedhur e dramën. I habitshëm. Nëse. Po nga gjithë analiza e gjithë karrierës tij politike, se po flasim për karrierën politike, akti më I rëndësishëm politik I tij, më I rëndësishëm I gjithave për mua është sepse është kryeminist kryetari pari qeverisë, që ka realizuar në 120 vjet historitë të Shqipërisë një rotacion normal pushteti me zgjedhje. I vetë një rotacion normal. Çdo rotacion tjetër ka pas formulat e veta. Ka pasur formulat e veta, ka pasur. Përfshirë 2013 thonë jo? Për shkak të bashkimit 2013 Amoral PS LSI. Po. Kurse ai ishte tamam një
gare pastër elektorale, ku ai u fut me ato bindjen e tij që pa Lirmetën, pa këto partitë e vogla që kishte edhe qark, do fitonte, dhe nuk pati absolutisht asnjë papastërti, mund thuhet, për atë kohë. Jo vetëm kaq, që ta çoj deri në fund se politika gjykohet edhe mbas të akteve. Berisha na tradhtuan, e tradhtoi Lirmeta. Po ka një gjë. Në 13. Gjykohet, ne harrojmë. Por ka qenë Fatos Nano i shoqëruar nga Ilir Kulla, që ka pritur Sali Berishën të vinte në zyrën e kryeministrisë për të dorëzuar dosjen e qeverisë. Pra, ne harrojmë. Çfarë momenti është ky? Është moment, besoj duhet ta kemi edhe foton, është moment historik, sepse ka qenë kryeministri i parë dhe i fundit, i cili ka pritur pasardhësen e tij në zyrë, i ka dhënë dorë, i ka uruar suksese dhe ka parë punën e tij. Megjithatë, kjo është kjo çfarë mendojmë ne? Puna është çfarë mendojnë shqiptarët, ë? Atëherë vetëm ndërkohë që unë po hap themi tabelën e parë, sa e lehtë apo e vështirë ishte ti merr opinion shqiptarëve, majtas e djatës për Fatos Nano. Edhe ky hyn nga ato sondazhet e rrallave që sa ju shpërnda linku i pyetësorit njerëzve, batareja e plotësimeve ishte e paparë. Pra, shikoj që ti ke një kampion të papar, ke 2217 përgjigje. Kjo është gati 2 fishi i kampionit që të përgjigje zakonisht sondazh. Kjo është edhe për një arsye që unë desha të dinja dhe në qik opinionin në vete të Beratit dhe Vlorës, me qënë se ishin zgjedhjet atje dhe pa i përshive shtova dhe pak kampionit, po nuk ka rëndësi. Rëndësi ka koha e plotësimit. Brënda 2 orëve të para, po thuj se gjithë ata që kishin ndërmend ta plotësonin e plotësuan. Dhe cila është pyetja e parë? Dhe pyetja e parë, ç'a opinioni keni për, ç'a vlerësimi keni për... Dhe këtu i bëre pa dallim, majtas e djathtas. Të gjithë. Okej. Sa ndjekëm atëherë pyetjen e parë. Çfarë vlerësimi keni për karrierën politike të Fatos Nanos, janë të gjithë anketuarit? Anoj pozitiv 56.3% e shqiptarëve. 38.5% anoj negative, 5.2 janë dyzuar. Pra, një shumicë dërmuese opinion pozitiv, por nëse më lejon një koment, nëse jam sakt me koment Zaloshnja, mbetet figurë ndarëse. Patjetër se është një pjesë e elektoratit që për arsye të caktuara. Pra edhe pas vdekjes, temi edhe biologjike, mbetet... Por, dëgjoj, ka një gjë të rëndësishme, se në fakt ajo 56% që është shumë i rëndësishme. 56.3%, pse? Ata që anojnë pozitiv. Sepse aty as 3/4 e asaj, pjesës që anon pozitiv, nuk janë, vetëm 3/4 janë socialist, votu socialist. Pjesa tjetër, ajo qereku tjetër, janë ose njerëz që s'kanë votuar fare 11 janar, ose janë njerëz që kanë votuar për partitë vogla, madje ka dhe njerëz që kanë votuar për PD-n tek ai 56% që anon pozitiv. Ndërsa aty tek ata të dyzuarit, edhe ai është shumë interesant, aty ka edhe votus socialist që janë të dyzuar. Pra, tek ana këtej, pra tek ana negative, 38.5% socialist apo LSI-ist, se mos janë LSI-ist? Aty janë njerëz që kanë votuar për PD-shën që përmbledh edhe LSI-n, por ka edhe njerëz që nuk kanë votuar fare ose për partitë e vogla. Beko? 56.3 nuk është keq. Nisur nga fakti që politika shqiptare në 35 vite ka qenë tmerrësisht e polarizuar. Shumë konfliktuale, bunker të qartë në pozicionim, flasë për elektoratin. Në fakt, vetëm një ashtu. I bie rreth mbi 1 milion shqiptarë të rritur. Që kanë opinion pozitiv. Po, mbi 1 milion shqiptarë që jetojnë në Shqipëri. Që flasë për këta që banojnë këtu, se ne këta kemi. Së shpak. Këta kemi. Tani, ne mos e presim më shumë se Fatos Nano nuk është as Churchill, që mbaroi luftën dhe humbi zgjedhjet, dhe as De Gaulle që bëri luftën, generali Francës, të gjithë e flasin e respektojnë, po kur vinte puna tek vota ishin të rezervuar dhe në 68 nuk bëj revolucioni që kërkoi vetë kokën e De Gaullit në thonjza domethënë. Tani, në këto kushte, them që është pozitive për Nanon. Shto këtu dhe faktin që Nanos ju vra Zemajdari, u bë 14 shtatori, pra politika ka qenë e dhunshme në raport me kohën kur qeveriste Nano. Ka një preptim të pambajtur, Nano, që ishte kthimi i parave të shqiptarëve. E vërtet është ajo, po mendoj gjithë ata që kanë biseduar, që e kanë ndetur afër në ato momente që ai ka thënë, deklaratat e tij ka qenë temi më shumë e nxitur
Takimi me nga situata emocionale. Takimi me Miloševićin që ende nuk është zbardhur. Rama deri diku e zbardh, nëse ajo do dali publike, do mendojmë diçka më ndryshe. Beqiri që në një bisedë që kam pasur me Nanon atë kohë, se ne u mërzitëm që ai takoi Miloševićin, më ka thënë që shkova atje sepse ma gërkuan dhe dihet kush, e tjerë. Por të gjitha këto mos harrojmë që ishte përpjekjet e perëndimit për të ndalur Milošević bënda atë që bërë në Kosovë. Në atë kontekst ka qenë dhe vizit takimi ti me Milošević. Dhe ajo që realisht i bashkon shqiptarët, do me thënë, me sa kam parë në rrjetet sociale, kam qenë shumë kurios këto ditë, është dhe fakti që, dakor, Nano ishte soft si natyrë politike, por nga ana tjetër, ky soft lloku i tij bënde që ai të harronte detyrat e shtëpisë, që kishte si kryeminist dhe shpesh të ende i kazinove. Edhe në momentin që ka ndodhur një ngjarje, do e thënë që pati një dram në Karaburun. Në Karaburun, Fatos Nano ishte në kazino dhe shkapur, do me thënë, duke luajtur, dhe Berisha në parlament ka pasur një nga fjalimet më të ashpra ndaj Fatos Nano në sy, po gjë më pozitive që mua më pëlqeut, je parë tani, do e thënë, në YouTube, ishte që Fatos Nano me një qetësi olimpike duronte të gjithë arsenalin e topave që lëshonte, topave të fyrive që lëshonte Berisha ndaj tij, dhe në një moment të fundit i tha, tani e kuptoj, tha, pse miqtë e mi më thonë që ti je aset i më i çmuar. Ishte gjigante. Ishte gjigante tani. Po, pa ma mos harrojmë që pasi vite ai humbi zgjedhjet, ë? Pra le temi situata është çik pak më ndryshe se ç'sot Lami. Nuk është figurë bashkuese Fatos Nano, sepse s'ka qenë në pozicionin një lloj presidenti apo kryetari i parlamentit, ka qenë gjithmonë kryetari një partie të rëndësishme dhe polarizimi shoqëror ne është i tillë që do ndash pro dhe kundra. Së dyti, largësia nga politika e amniston individin dhe bën që njerëzit më shumë të zbusin nervat, i natet me ta, ndërsa prezenca e dikujt që vazhdon të jetë aty e i aktivizon dhe i bën më acarues, dhe ajo shpreha që ky vazhdon akoma, apo ky vazhdon të marrë frymë akoma aty, është një nga gjykime që njerëzit shprehin mlef ndaj një figure e cila ende vazhdon të ushtroj pushtetin pavarësisht kostove dhe konsumimit politik që e ka. Kështu që Fatos Nano ka ditur të largohet dhe ta shpëtoj veten, dhe lëkurën e tij, dhe të mbetet një imazh pozitiv për një pjesë mirë të opinionit publik. Beko? Ju përmendët diçka nga fjala që e bashkëshortes ti në Kjo fjali mua më bëri përshtypje, sepse unë besoj që se shumë veta kanë diskutuar raportin e tyre, ajo merren mosh etj. Por besoj që ajo ishte personi që e njoh më mirë nga të gjithë. Po, ka 25 vjet bashkë, nuk ka. Po, besoj që ajo e njoh më mirë nga të gjithë. Dhe ajo që tha ajo në fjalën e saj që ishte një person që urrente populizmin, këtu duhet të futem. Nga ana tjetër, ai mbetej një personazh shumë popullor. Po, këtu duhet të futem. Do e thënë në kuptimin e shkencave politike, populizmi baraz me misionarin. Pra, ai që quhen veten misionar është populist, është lider populist. Nano nuk e quhen veten misionar. Po ta quhen veten misionar, do ngulej me thonj, siç janë ngulur këta të tjerët. Edhe nuk do ta lëshonte në asnjë lloj mënyre, sepse thotë uja misionar dhe duhet ta çoj ta përmbush misionin tim historik që ka. Kjo që nga aseta. Histori integrimin e Shqipërisë në BE ose bërjen e shtetit modern shqiptar. Nano nuk e bëri këtë gjë. Nuk e bëri sepse pikërisht nuk e quante vetëm misionar, baraz nuk e quante, nuk e duronte dot populizmin, por pikërisht këto karakteristika, këto cilësi, një figurë politike e bëjnë më popullor se sa ai që e do me çdo kusht të jetë popullor. Se ishte i sinqert. Se ishte i sinqert në këtë gjë. Do shtoj edhe një gjë fare të vogël. Para se të nisë sondazhin, mendonja, parashikoja që mosha mesatare atyre që kanë opinion pozitiv për Nanon do jetë çik më e madhe se mosha mesatare e popullsisë së rritur. Në fakt, rezultoi që mosha mesatare e këtyre që përkrahin ose që kanë opinion pozitiv për Nanon është pothuajse njësoj me pjesën tjetër. Pra, edhe kjo tregon që edhe të rinjt, ndoshta edhe nga ceremonitë që u bënde, që ekspozimi shumë i madh gjatë kohës dhe pas vdekjes tij, kjo mund të ketë ndikuar që dhe mosha e re të jetë ekspozuar ndaj karrierës së Fatos Nanos. Megjithatë, duhet të ndë një gjë që Lami ai mbeti edhe në stilin e tij tjetës, dikush e quajnë kontravers, dikush e quajnë modern. Pra le të themi modelet
tilla, domethënë ai ishte e quajtit në nivelet e hedonizmit Beko, po ishte ai person që e shijonte jetën dhe ishte i sinqert në këtë pjesë. Pra ishte ai person që shijonte kazinon dhe nuk ishte turp për këtë, pra nuk e quante turp që ai shkonte edhe në fundjava kazinon. Kemi presidentin Trump që shkon me Air Force One çdo 3 ditë dhe luan golf në Florida. Pra le të themi sot modeli i Nanos sot reflektohet tek modeli Trump. Që edhe ai ka një bashkëshorte shumë të re, pra le të themi nuk ka pasur, edhe zoti Trump nuk ka pasur atë, edhe ai atë sikletin që kur një marrëdhënie mbaronte dhe ai niste një tjetër, pra është martuar 3-4 herë, ka fëmijë me spaku 3 nga ish-gratë e tij. Pra le të themi modeli Nanos tek brezi i ri sot paradoksalisht mbetet shumë më koherent se sa ajo që e quajtet ju hipokrizia shoqërore. Shoqërore në përgjithësi që reflektohet nga politika aktive sot në Shqipëri. Po, dhe për të ndërtuar një lloj modeli puritan. Po ndërkohë që informacionet që ka njerëzit, dhe afërsitë që ka njerëzit me të, kuptojnë që ka një shtirje tek individi. Dhe Nano kishte një raport sinqert me veset e tij, do thonim, që nuk i fshete veset. Çdo njeri ka veset e vet, a? Patjetër. Po Nano ishte i sinqert dhe shoqëria me sa duket edhe ja pranonte. Dhe ky korrelacion me sa duket shoqëria do më shumë sinqeritet se hipokrizin. Me sa duket shoqëria jonë e pranonte këtë vesë, jo në gjitha shoqëritë mund të funksionojë kjo. Ka shoqëri të cilët tentojnë ta shohin dhe ta projektojnë lider. Pranoi Amerika Donald Trump, ë? Dakor, pra, është Amerika, po Gjermania nuk mund ta pranojë për shkak. Franca s'mund ta pranojë, fjala vjen, no? Po marr disa modele. Franca pati Mitterrandin. Po, pra, do të them që shoqëria me grua paralele, shoqëria me fëmijë paralel, futi mod si dhe paradoksalisht Jacques Chirac nuk e pranoi që ishte ndoshta më asket në jetën e tij. Po, edhe Chiracu nuk ishte edhe më i sinqert, ishte më pak i sinqert. Duhet ishte më pak i sinqert. Për publikun, pra, ka 2 arketipe. Arketipe të cilët tentojnë ta fshehin vesin dhe ndërtojnë modelin tek shoqëria dhe bëjnë gjithçka për ta ndërtuar këtë model, nga herë të sforcuar, hipokrit, dhe njerëzit e mbesojnë dhe e vlerësojnë për këtë pjesë. Dhe është dhe leadershipi i cili i ekspozon vetes e tij dhe është i transparent dhe i sinqert me publikun. Sot, dhe këtu vi tek zoti Balla, ideja që arketipi që ofron Nano është shumë herë më moderne sot se arketipi i parë që përsërita unë, sepse sot është bërë vërtet një stil dhe një mënyrë të komunikuarit me publikun që njerëzit ekspozojnë dhe veset e tyre dhe i thonë publiku ti më voton dhe më pranon kështu siç jam. Nëse gjykon që unë blej. Sepse edhe publiku shikon që kur bën analizat e një arketipi, një leadershipi, vendos drithijet e secilit edhe bën ballancën e tij, se nuk mund të jetë një njeri i cili struket apo bunkerizohet duke bërë gjithçka që të mos duken veset e tij, ku ndërkohë njerëzit që rrinë me të dhe e njohin, e dinë se kush është. Megjithatë, dalim te një vlerësim absolut, pothuajse në nivele absolute për sa i përket faktit, paktën si e perceptojmë ne si komentatorë, Zaloshnja që Nano e lente debatin e brendshëm. Pra i lente kundërshtarët e vet. Bile i merrte kundërshtarët i fusin qeveri. Siç e tha vetë Edi Ramën, që e hëngrin punë politikisht, e soli ai nga Parisi. 120 vjet histori shqiptare, ne nuk kemi parë një lider që të ketë gjithë pushtetin në dorë dhe të lejojë aq shumë debat dhe aq shumë. E bëri dhe zogu me kundërshtarët e vet. E bëri, po jo në këtë nivel. Jo në këtë nivel. E bëri dhe zogu. Dhe zogu ndoshta i takon më shumë Rita se ka qenë kohë tjetër shumë më e mbyllur. Po Nanos nuk e heqim dot të merit. Por çfarë mendojnë shqiptarët për këtë? Kjo ka qenë pyetja jonë e dytë në sondazhin tonë zëri shqiptarëve. Votuesit, kjo është për votuesit socialistë apo? Kjo është vetëm votuesit socialistë se i përket partisë tyre. Partisë tyre. Fatos Nano e stimulonte debatin e mërshëm PS. Si e konsideroni këtë? Një gjë e mirë, thon 28.4% e të majtëve. Përplasjet e brendshme kanë dëmtuar të majtën, thon 25.5% e tyre. 46.1% thon përplasjet e brendshme kanë ndihmuar gjithmonë kundërshtarin. Pra Sali Berishën, Beko. Janë të vërtet, mendoj unë në këtë konstatim, sepse dihet jo vetëm tek në PS, por në çdo parti politike, përplasjet e brendshme bëjnë që kur zihen 2 fiton i treti. Edhe në rezultatin 2005-s, kështu ndodhi. Partia Socialiste ka marrë rreth 100.000 vota më shumë në proporcional nga Partia Demokratike, por u humbi pushtetin për shkak se të shizmës që ndodhi me LSI-n. Pra Ilir Meta, me daljen e tij, e bëri që Partia Socialiste të humbiste pushtetin 2005-ën. Nga njëra. Nga ana tjetër, përplasjet e brendshme vërtet e kanë ndihmuar Partinë Socialiste që të demokratizohej,
po kanë krijuar dhe kosto, sepse çdo grup, çdo individ, pastaj edhe çdo grup ku bën pjesë ai individ, demotivohet dhe ose fillon ai procesi i inatit, i akmarrjes, i mbrojtjes së vetes, i frikës për ndërprerjen e karrierës e kështu me radhë. Pra, përplasjet gjithmonë janë kosto për një parti politike. Por unë dua të shoh vetëm këtë gjë. Më mirë një hedonist si Nano se sa një autoritarist apo si shumë autoritaristë të tjerë që i kanë zënë frymën politikës shqiptare sot. Unë mendoj që ne duhet na shqetësoj ky fakt që 70% e socialistëve mendojnë që Partia Socialiste funksionon më mirë ku nuk ka si zë brenda që diskuton apo përplaset apo konkuron në lidhje me vizionin e partisë. Kjo do të thotë që gjithë tradita e ngritur nga fryma dhe vizioni Fatos Nanos, i cili ka meritet e tij, që nuk e gjejmë sot tek asnjë parti politike, qoftë dhe treja që po formohen, do të thotë që po venitet. Dhe ky s'është lajm i mirë. Ja, dakord jam. Në shkuptim. Sepse kuptimi është kjo që e gjithë ajo traditë që u ngrit me shumë mund nga zoti Nano, që e gjem vetëm ke Partia Socialiste, shumë pak ke Partia Demokratike, me periudha të caktuara, sot është venitur dhe është kthyer në normë dhe elektorati me sa duket e mbështet dhe e pëlqen dhe simpatizatën brenda që s'du të ketë fare përplasje korrente, rivalitete. Jo, ajo shifra 46.1% je përgjigjen e saktë. Po jo mre, po të vledish bashkë janë 71% që janë. Patjetër, po ai thelbi është 46.1%, pra që ky lloj debati shpeshherë ka çuar sigurisht është e shëndetshme sepse partitë politike për cilën e flasim perëndim ndërtohen mbi bazën përplasjeve, rivaliteteve, flukseve, fraksioneve. Po, nga ana tjetër duhet të përgjigjet dhe rivali që të ketë njëjtën kulturë demokratike brenda partisë vet. Po ç'është e ti? Po e ka zgjidhur ai bukur, ai tjetër e ka arrestuar ka bërë bunker. Roland, që të ndihmoj pak. Urdhra. Se ç'është me ato 46%, çfarë janë ata? Edhe në PD. Janë moshë më e rritur. Ka në PD, po. Janë njerëz që e kanë provuar në kurriz, ai 46% që është moshë mesatare më e madhe. Janë njerëz që e kanë provuar në kurriz vet, se çdo të thotë që ti jesh në pushtet dhe të lësh Berishën të vit marrë pushtet. Okej. Se duhet parë dhe kjo, është çështje breza. Landi ka të drejtë në aspektin teorik, është siç thot Landi. Do të thënë, çfarë janë ata njerëz? Shifrat janë aspekti praktik, por në aspekti, shiko, në aspektin teorik është siç thot Landi. Do të thënë që është alarmi i madh nëse e quan dram, qoftë edhe qytetari thjesht, nëse e quan dram për plasjen brenda një partie politike, pra për plasjen e ideve, të qendrimeve, të rrymave. Jo, një sekond. Por ajo rregullohet, ti vetë përmendë, ti the, po marrim rastin e ti mos shko bile ke 2005-a. Hajde tani shpejt. Ti shko ke 2001-shi. Nise nga 2001-shi. Pastaj mos harroj që deri në 2007-ën, derisa fitoi Edi Rama Bashkinë e Tiranës, PS-ja ishte zyrtarisht e ndarë. Me dy flukse, patjetër. Jo, ishte zyrtar. Patjetër. Se mbaj mend në njërin krah që bilet e zgjedhje e zotit Majko si sekretari i përgjithshëm, u bë atëherë me qëllim që zoti Majko ishte përfaqësuesi ishte përfaqësuesi kraut skeptik, pra që tipi je kryetar i partisë, ke marrë e kryetarit, po nuk je akoma kryetari i partisë. Pra, dhe temi kjo nuk është se nuk krij pak tensione, zoti Meta u bë shumë faktor atëherë për shkak kësaj përçarje zyrtare që kishte PS-ja vet. Pastaj mos flasim në 2009-ën, ndikimi i Nanos në 2009-ën ishte evident, me krijimin e disa partie socialiste vërtet 91 etj. Pra nuk është se Nano nuk pati ndikim, nuk u mor vet konkretisht për të rikthyer, po ndikimi i tij ishte. Pra le të themi, kjo ka prodhuar kosto për të majtën. Po, por dëgjoj, debatet në një parti politike. Sepse përballë kishte një parti hermetike. Po, pikërisht, këtë duhet të them. Ju e thatë shumë mirë që debatet në një parti politike X marrin kuptim kur dhe në palën tjetër ka të njëjtat gjëra. Ka të njëjtat debate, ka të njëjtat pikërisht, edhe kudo. Ka të debati që u bë midis Merkelit dhe Merz. Jo sot, jo tani që iku Merkel, pa ai ka është një debat 20 e ca vjeçar. Ka rivalitetin tyre brenda CDU-s ka qenë evident. Dhe kjo shpjegon sa kohë ju desh Merzi që të rikthehej në krye të partisë. Por kjo ndodhte, nuk kishte problem, nuk përfitonte pala tjetër nga sheri që ndodhte brenda na sherin thonjza se ishte debat që ndodhte brenda CDU sepse debatet të tilla ka pasur edhe tek socialdemokratët. Edhe kjo i balanconte, po kështu në të gjithë perëndimin. Kurse në Shqipëri nuk ndodh kjo dhe prandaj praktikisht pastaj vim këtu, pra teorikisht jemi aty ku thot Landi që ashtu duhet. Por praktikisht jemi këtu, shiko pak debatin që ndodhin në Partinë Demokratike. Me këtë qeveri, çdo lloj situate do që larguar disa herë nga pushteti, nuk largohet nga pushteti sepse te opozita, do të thënë, është një debat ekzistencial, gjë që nuk ndodh tek partia tjetër dhe përpasoj fiton ajo që ka debatin.
Pra, në raport me demokraci fiton disiplina, kjo është idea, në Shqipëri, dhe kjo është kuptimi i demokracisë. Pyetja që je përgjigje kësaj, duhet japi përgjigje kësaj dileme që hap temi kjo e dhënë, pra që një dhënë temi shumë e interpretueshme nëse debati brendshëm është i mirë apo jo për socialistët, përkthehet në një pyetje tjetër. Partia Socialiste ka qenë më mirë në kohën e Nanos apo në kohën e Ramës? Për këtë, menjëherë pas publicitetit.